Kina gjetë që këto prona, qysh, nuk figurojnë dhe më thonë në listat e agjencionit katastral si prona ujore. Që na faktikisht në bazë të eksperiencave tona, ne jemi befasu, jemi habit, për arsye se kur e kemi verifiku ngastrat janë dhe më thonë në brezin e lumit lumbar të pejes. Kështu që udhëzimi edhe në qoftë se ata, dhe më thonë, e kanë bo këtë veprim, ato duhen muhetu në mënyra tjera që na nuk e dim, nuk jemi të informuar, për arsye se na punojmë me kërkesa. Qofse komuna don me bo një veprim tillë, ose don me ndërtu, ose ka një interes, edhe ato ndërtime lejohen vetëm në bazë të interesave publike. Në pyetjen se a mundet DQP-ja në Pejë të bëjë ndryshimin e destinimit të pronës, duke e përfshirë atë në plan zhvillimor, Buza thot se gjithçka bëhet në harmoni me planet e ministrisë, e që në këtë rast, sipas saj, nuk ka pasur ndonjë kërkesë, njoftim apo pyetje nga komuna e Pejës. Gjithçka që bëhet në këto raste duhet me pas bazën ligjore. Që komuna nuk ka ndonjë udhëzim ose ligj, ato janë krejt ligjet që dalin prej qendrës. Nuk ka bazë ligjore për me bëna ndrim, sepse edhe na nuk kemi bazë ligjore, nëse na që jemi bartësit kryesor, dhe më thonë pronart kryesor qeveria për ujin, nëse na nuk e kemi një bazë ligjore për me bë një gjatë aty, ku e pas kanë marrë komunat atë bazë ligjore. Do më thonë, faktikisht, ata ndryshimet që i bojnë duhet krejt me i bojnë harmonin bazë planeve që i bojnë ministria, pavarësisht plane hapësinore, zona, harta, këto krejt i bojnë, harmonizojnë me këto. Po të zonë shembull në këtë rast, a ka pasur mundësi që të njëjtit gjatë planit zhvillimor ta shndrojnë komplet atë hapësirë në pronë ose në tokën ndërtimore urbane, edhe automatikisht me ndryshimin e kësaj me ardhur edhe deri tek këmbimi ose shfrytëzimi i asaj prone, po duke mos se marrë parasysh pjesën e pëlqimit ose të vendimit të ministrisë. A mundet me ndodh kjo? Kjo është absurd, sa e pa pas një bazë ligjore nuk mundet një bëj, veç me një plani nuk është, plani është për me rregullu, me po një gjë në bazë edhe plani bëhet në bazë kritereve, gjithçka bëhet me kritere. Çdo gjë që ndërtohet i ka kritere, ka përshkruar se ku prek çaja, a prek mjedisin, a e prek, domethënë përgjithësi ajrin, tokën, ujin, a e prek mirëqenien njerëzore, a e prek ekosistemin, bimen, a e prek domethënë bioten, çka do ka kritere. Lidhur me ekspertin e gjeodezisë të angazhuar nga komuna që konstatoi gjendjen faktike në terren, udhëheqësja për menaxhimin e pellgjeve lumore thotë se ky veprim është nonsens. Nuk e di çush është bu kjo është shumë e pak qartë, kjo nuk ka kurfar kuptimi, nuk di çka më thonë, është no sense, është pa kuptim. Nuk mundet një gjeodet ku e ka bazën ligjore. Unë e them, gjithçka lidhet me bazën ligjore. A je lidh me gjendjen faktike, a mundet me u bë kjo? Çka nën kupton tash ajo gjendja faktike në bazë të atyne? Sipas tyne nuk duket më gjendja faktike nuk e tregon që është pronë ujore, po e tregon që është pronë ndërtimore. Gjendja faktike në terren, nëse ka një dokument ai që nuk është pronë shoqërore, që ajo është fakt, është dokument. Po nëse ai dokument nuk e thirret në dokument, po thotë gjendjen faktike në terren, nuk i ka treguar atij, është pronë shoqërore, nuk i ka treguar, është e pa kuptim, nonsens.